Hej, përshëndetje miqtë e mi, ja ku po ritakojemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar pak ngjarje të Big Brother VIP Kosova 4. Bashkëshortja e Klodianit sonte pjesë e kastit më të ndjekur të Big Brother VIP Kosova. Në fakt, Klodi ka bërë një sër dinamike të madhe jashtë shtëpisë së Big Brotherit, është komentuar shumë, është folur shumë për të, shkruar shumë për të, marrëdhënia e tij me lundrimin, homoseksualizmi i shumë komentuar, biseksualizmi i shumë komentuar. E ftuar në për intervista të ndryshme, e dashura e tij ka thënë që kur nuk thuhet kurrë, domethënë gjithçka mund të ndodh, por mbi të gjitha do të shohim sonte se çfarë do të ndodh në Prime. Ajo do të jetë pjesë e një surprize, ku normalisht ndoshta edhe do të kërkon sqarim për të gjitha lëvizjet që Klodi ka bërë, për të gjitha afrimitetet që Klodi ka bërë. Klodi bëri afrimitet edhe me Lionën, por në momentin që filloi të afrohet me Lionën, ai foli për të dashurën dhe kujtoi të dashurën e tij. Unë mendoj që Klodi dhe lëndrimi e kanë patur i çik si loj këtë punën e afrimitetit të njëri tjetrit, këtë punën e dashurisë në thonjza të njëri tjetrit, dhe ka qenë një lojë që në fakt i ka sill deri këtu. Dua të marr